Peshngritja shqiptare shkëlqen në kampionatin evropian për moshat U17 zhvilluar në Prishtinë dhe protagonist është një shkodran, talenti Antonino Mullisi, i cili stërvitet prej disa vitesh nga trajneri i pasionuar Artur Laxha. Pikërisht me profesor Laxhën më njëherë pas kthimit nga Prishtina. Profesor, urime. Faleminderit. Si gjithmonë jeni vetmi që na rini pranë dhe na shfaqni ato arritjet tona që janë tashmë fantastike. E thatë me të vërtet ju vetë është fantastike. Sportisti juaj fiton 3 medale të arta, thyen 2 rekorde evropiane dhe është më i miri i ekipit tonë përfaqësuese. Ju në fakt e premtuat për Vreu Sport edhe për para nisjes në aktivitet se do të futeni në zonën e medaleve duke synuar të artën, po morë 3 të tilla. Janë 2 rekorde Europe, dhe ishte hera parë për një sportist kombëtarës shqiptare që arrin të thejnë rekordin e Europës. Si u prit prezentimi i Mullisit në ambientin evropian, mund themi, duke zgjuar në Prishtinë? Ishte një pjesëmarrje e shumë shkodranëve që arrin edhe ta shikojnë përveç njerëzve të familjes, ishin edhe disa miqë shokë tonë që na njekën vazhdimisht. Ishte salla mbushur me shkodran në mes të Prishtinës në Kosovë, ku pa një realizim të rekordit evropian me 135 kg dhe në 2 garsh me 156 në stilin e shtytesh dhe 2 garsh 191. Ishte radopjetë e Antoninos. Profesor, në fakt ju keni folur me superlativa për sportistin tuaj Mullisi, por e prisit realisht se në këtë evropian do të ishte ky rezultat? Nga se për ashkokush ma shumë se ju nuk e dini se ne kena tentu dhe në kampionatin botëror që t'jena medalist, pavarësisht që ne në kampionatin botëror ishte një garë super e fortë ku vendin parë me të katërt lushe vetëm 3 kg që doli me vendin e 5. Që tani erdhëm me synimin absolut që do të marrim medalje. Kampion e Europës, rekordmen e Europës. Shkruhet emri i një shkodranit në peshngritjen europiane si rekordmen i Europës për herë të parë. I shkëlqyer të 2 stilet, shkëputje dhe shkëputje, pashtu në 2 garësh, ku për ju shkoi më mirë? Sigurisht shkputja, rekordi i shkputjes që ne tentuam faktikisht dhe në shtytje që të them rekordin. Ishte një diçka e vogël, një gabim i vogël që ne dështuam se arritëm me vendosje në gjokë, më çu lart, patëm një avari të vogël që nuk thymë edhe rekordin e shtytjes. Vetëm 17 vjeç Antonino Mullisi, dërku mund të mërrej ky sportist? Shënimet janë maja, vazhdimësia, do jetë e mirë, shikueshmëria ashtë qysh tani, qysh në themele, po rritim dhe shpresojmë që të rriqim një kampion bote në të ardhmen. E synoni realisht kampion bote me Mullisin? Pa tjetër, tërgusat flasin vetë, specialistat e kësaj fush, ai që mendon që një 17 vjeçar arrin në 135 kg këtë mosh dhe në këtë pesh dhe 160 kg, pra janë primishat shumë afërta që shpresojmë që në vitet vazhdim thejmë dhe jo vetëm rekordet e Europës, po dhe të botës. Në fakt në këtë Europian shkëlqeu Shqipëria, kombëtare e Shqipërisë, por realisht peshngritja shkodrane po avancon prej vitesh me elementin e ri, me brezin e ri. Kam parasysh këtu edhe Samir Laxhën, djalin tuaj, apo edhe elemente të tjerë të cilët janë garanci e së ardhmes. Po shpresojmë tashmë është konfirmu Sejmiri dhe shpresojmë që të vazhdojmë edhe me Sejmirin në aktivitetet e ardhshme që do jenë shumë shpejt ballkanjata. Dhe tashmë po u konfirmohet dhe vetë Antoninoja, janë edhe disa sportistë të ri të perspektives ku ekipi peshngritjes shkodrane po ecë me shpejtësi. Profesor Laxha, edhe një herë urime për suksesin shumëfishtë në Europianin e Prishtinës dhe patjetër objektivat janë edhe më të larta, jo vetëm me Mullisin, por edhe me grupin e talentuar shkodran që keni në dispozicion.
pa diskutim janë shumë talenta që shpaq janë në rrugën e bukur dhe të suksesshme të Antoninos, ku shumë shpejt do jenë allata, elita dhe vazhdimësia e sportit shkodran dhe të arrijmë sukseset e mëdha dhe të mallit Asim Belinova që kena gjithmonë pranë dhe gjithmonë na gjendet aty. Ju falenderoj profesor. Shumë goja.